Jo jeni fokusu qysh me prek sa ma shumë njerëz me shëndru në votë. Ne kemi kriju kritere jo diskriminuese, për cilat ju kemi 120 euro për gruan, kemi 600 euro për pemë me perime. Kur po flet për subvencionet për bujqësi, potencon numrin e bujqëve përfitus. Po pra, kjo kallëzon drejtësi. A di pse përdeni numrin e bujqëve përfitus? Se ju nuk jeni fokusu te vlera e shtume. Jo jeni fokusu qysh me prek sa ma shumë njerëz me shëndru në votë. Dhe kur po pyesin njerëzit, është vërtet ne kemi kriju kritere jo diskriminuese, po pyesin njerëzit, ju herët i keni e keni zhvendos labinat lutna. Ka qenë e pamundur Jo e keni zhvendos fokusin nga subvencionimi i kulturave që rrisin vlerën, te një përfshirje më e madhe njerëzve. Tasht, këtu vje përgjigja kur po pyetet e kur shku 20 miliardë. Kemi ndryshim të subvencionimit të kulturave të ndryshme. Kemi 120 euro për gruan, kemi 600 euro për pemë me perime. Nuk është vërtet, nuk qëndron. Arben, pse o kresh sa ma shumë njerëz në subvencion? Bjeni o të folë tjetër sanë, deri në fund argumentin. Nuk është keq, mirë po duhet me pas parasysh që subvencionet për bujqësi i jepën për me rrit prodhimin bujqësor. E tash jo në vend se më nga të regu sa njerëz kanë përfitu, e sa njerëzve i ke dhonë subvencion, të regona në cilat kultura bujqësore jemi të ullë në varësim për importit. Për shkak subvencioneve që po i jepni, apo importojmë ma pak grur, ama pak domate, ama pak qka. Cili jo rezultati juve në bujqësi që me thonë pobre, jemi të dhonë subvencione, po si rezultati subvencioneve jemi të ngrit ekonominë. A keni në shembull të mirë ku me politikat e juja po rritën kapacitetet e procesimit. Shkojnë produkte ndryshme bujqësore prej Kosovës, që ashtu me paketat mlaja, na për vene ndryshme, vesh një paketim atë mirë e bojnë, e shesin 2 fishi i vlerës që e shet bujku kosovar. A keni në politikë konkrete me çka jeni të ndihmu rritjes së prodhimit bujqësor?